Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, në një intervistë ekskluzive nga Qelia për Syri.net, komentoi hetimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku në SPAK dhe pezullimin e saj, si dhe bllokimin e pasaportës nga GKKO. Meta e cilëson si mbrojtje personale të Edi Ramës kërkesën e qeverisë për të paditur në kushtetuese dy masat e sigurisë në gjykatës speciale. Meta nuk e konsideron hetimin ndaj Ballukut si një mungesë të kontrollit të Ramës ndaj SPAK-ut, duke theksuar se amnistia e kreu të qeverisë ndaj aferave që mbajnë autorsinë e tij janë dëshmi e kapjes së prokurorisë speciale. E ngarkuara me punë e SBA-ve në Tiranë, Nancy Van Horn zhvilloi takime me krerët e grupeve parlamentar të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Pas takimit, kreu i grupit parlamentar të PD-s, Gazmend Bardhi, deklaroi se gjatë bisedës ka ngritur shqetësimet për lidhjet e qeverisë me kartelet e drogës. Duke u referuar takimeve, Ambasada Amerikane në Tiranë bëri thirrje për dialog konstruktiv dhe respektimin e lirisë së fjalës në kuvend. 12 orë ka zgjatur ngujimi i Erzenukës dhe Julian Cumbrakut brenda një banese në Orosh të Fusharzit, të rrethuar nga Renea. Pasi u bindën të dorëzonin armët, policia konstatoi se Uka, që njihet edhe me emrin Hamza, ishte plagosur në këmbë, por nuk sqarohen rrethana, teksa uniformat blu njoftuan zyrtarisht se ndonse është hapur zjarr nga banesa në drejtim të tyre, ata nuk janë kundër përgjigjur. Hamza Uka, një ish komando në Irak, nuk është një i panjohur për drejtësinë, teksa për mikun e tij Julian Cumbraku ka pak të dhëna. Brenda banesës u gjet flamuri i organizatës terroriste të ISIS dhe arsenal armësh. Dakor, miq të dashur, megjithatë lajmi më simpatik i ditës së djeshme ishte Tërmet Peçi në SPAK. Si ka mundësi? Dhe ecja e tij mbi të gjitha, përpara se të shohim ecjen fenomenale të Tërmet Peçi që një përshëndetje në fakt. Që ngjante sikur po binte Tërmet. Ashtu ecte i shkreti, sidoqoftë mirë presim telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio. Më thoni. Urimet për misionin. Lusim Zotit të ndërpres ju. Pse? Se na për çdo njeri. Jo për të pacitët. Këta që janë të pacit, të pafityr, të patur, si su vjen tu. Po mirë këta, që u pas ka plasur qipën, po nuk do me një grup në Partinë Socialiste të thoshte ndanë. Për qik luftë të brëndshme, si që moti. Ku nuk e marrë do të me mend. Po i besi i opozitës të ngrijet në kam, dhe të mos e lejoj Belën të putet në zi. Po është e pezulluar nga gjykata, Gjasmend, që do? Po shpyet ajo. Është në bese gjyshita, nuk pyet. Edhe një sugjerim të vogël të isha të bëj juve. Por me që e moshe madhe, një pyetje kam unë, se gjithë e njohin Beqir Ballukun kur e vran, para se ta vrisnin, qa bënte ai? Ai i vinte rrotën, në pinte kushte e lënë. E kuptova. Qartë, dakor. Faleminderit. Një sugjerim. Jepi. Atë plugun, vendosen në orën 8, jo më 9:30, se sa rinë ta shikojnë. E shumë vonë. Pse më 9:30 nuk është ora 12 e natës? E shef 30 minuta, dhe gjumi si qinj. E shetë të nesërme në YouTube. Dakor, zënë, faleminderit.